ligjeve, siç parashikon neni 115 i Kushtetutës, e cila do të ishte e vetmja mënyrë që ai të legitimohet përpara kësaj gjykate. Ndërkohë që në të vërtetë shkarkimi i tij nuk është kryer për shkaqe të lidhura me këtë dispozitë, por për shkaqe të lidhura me një rrethanë tjetër, e cila i përket vetëm rrafshit ligjor dhe jo atij kushtetues. Konkretisht, me rrethanën e mosparaqitjes në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë e parashikuar nga neni 62 shkronja C e ligjit të posaçëm për veçëverisjen vendore. Gjithashtu nga ana e kërkuesit pretendohet se kjo është e vetmja dispozitë në rendin juridik nga e cila mund të burojë kompetenca për shkarkimin e tij dhe shkaku i parashikuar në të është ekskluziv. Gjithashtu shkronjat B dhe C të neni 62 të ligjit posaçëm nuk bëjnë gjë tjetër sipas kërkuesit, veç se detajojnë rastet shkeljes së rëndë kushtetutës dhe ligjeve. Mungesa 3 mujore është shkelje e rëndë vetëm nëse nuk vjen nga shkaqe objektive. Kryetari ka zgjedhur me vullnet të lirë të mos ushtrojë funksionin e tij. Pretendimet e kërkuesit në fakt evidentojnë më qartë mungesën e kompetencës së gjykatës për këtë çështje. Kjo për arsye se mungesa 3 mujore që parashikon dispozita ligjore nuk është në fakt rasti shkeljes së rëndë dhe si e tillë nuk ka të bëjë me nenin 115 të Kushtetutës. Kjo dispozitë nuk parashikon të vetmin rast kur mund të shkarkohet organi i zgjedhur i njësisë së qeverisjes vendore, kryetari i bashkisë në rastin konkret. Kjo dispozitë kushtetuese trajton shkarkimin për shkelje të rëndë si një nga rastet e mundshme të përfundimit të parakohshëm të mandatit të organit. Rasti kur organi ka kryer një shkelje të rëndë është më e rëndësishme dhe për këtë arsye kushtetuesbërësi e ka vlerësuar të nevojshme që ta rregullojë atë shprehimisht në kushtetutë. Por kjo nuk do të thotë se ai nuk mund të shkarkohet ose të përfundojë mandati për arsye të tjera objektive, të cilat mund edhe të mos vinë si pasojë e shkeljeve në detyrë të organit apo e vullnetit të tij. Theksojmë se pretendimet e kërkuesit se qëllimi i ligjvënësit në nenin 62 të ligjit 139/2015 ka qenë të detajojë 3 raste të shkeljes në rënd, nuk qëndron dhe kjo është e dukshme dhe prima facie. Në rast se i referohemi shprehimisht neni 62, i cili ka detajuar 3 rastet përkatësisht në pikën A, shkeljet e rënda të Kushtetutës dhe të ligjit, në pikën D, dënimin për kryer një vendim për kryer një vepër penale me vendim të formës prerë, si dhe C, shkarkim për shkak mosparaqitjes në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë. Pra 3 rastet janë paraqitur si alternativa të ndara me njëra tjetrën dhe shkelja e rëndë ka të pasyruar si thjesht në njërin prej tyre. Nëse do të ishte i vërtet pohimi kërkuesit se edhe këto raste bien brenda logjikës së shkeljes së rëndë, atëherë ligjvënësi do të kishte ndjekur një mënyrë të shprehur dhe teknikë tjetër legjislative duke vendosur këto 2 pika si në ndarje të pikës A. Fakti që nuk është përdorur një formulim i tillë nga ligjvënësi, por janë listuar në mënyrë të mëdhëshme të 3 rastet, tregon qartë se 2 rastet e tjera nuk kanë lidhje me shkeljen e rëndë. Kjo bëhet evidente dhe nga relacioni i projekt ligjit të posaçëm për veçëverisjen vendore, ku gjithashtu 3 raste trenditen si të ndara, pa marrëdhënie varësie me njëri tjetrin. Përveç aspektit qëllimor të ligjit teleologjik, gjithashtu theksojmë se edhe vetë jurisprudenca kushtetuese i trajtojnë këto 3 raste si të ndara dhe ndryshme nga njëri tjetri. Në vendimin numër 29 vitit 2013, gjykatës kushtetuese, cilin e vetë kërkuesja ka përdorur si referencë, është cilësuar qartë se shkelja e rëndë është vetëm një nga rastet e shkarkimit të kryetarit bashkisë. Në këtë vendim, gjykata ka pohuar se bazuar në vendin në neni 115.1 të Kushtetutës, Këshilli i Ministrave mund të shkarkojë organin e zgjedhur drejt për drejt të njësisë qeverisë vendore për shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjeve. Përmbajtja e kësaj dispozite është reflektuar në nenin 42 shkronja A të ligjit. Pra, në vendimin e gjykatës kushtetuese, shkelja e rëndë cilësohet qartësi si rrethanë më vete e ndryshme nga të tjerat. Nuk e ka trajtuar shkeljen e rëndë si një opcion, të cilit i nështrohet të gjithë dispozitat e ligjit, por vetëm shkronja A e tij, ku shkronja A e në ligjin aktual korrespondon me nenin 62 të tij. Përpos këndvështrimit formal dhe teleologjik, si ashtu si arojmë se rastet e përmendura në shkronjat B dhe C të nenin 62, as në përmbajtjen e tyre nuk kanë varësi logjike me shkeljet e rënda të parashikuara në dispozitën kushtetuese. Edhe pse rasti konkret përfshihet në kushtet e shkronjës C, kërkuesi pretendon se në këtë dispozitë në fakt përfshihet dhe shkronja B si shembulli tipik i këtyre shkeljeve, ku shkronja B parashikon rastin kur kryetari i bashkisë dënohet për kryer një vepër penale me vendim të formës prerë nga gjykata. Është e qartë se brenda këtij formulimi përfshihen të gjitha veprat penale, edhe ato vepra të shumta të cilat nuk lidhen me detyrën shtetërore.
Qëllimi i dispozitës është përcaktoj se kryetari i bashkisë nuk mund të jetë një individ i dënuar, ciladoj qoftë vepra penale. Për ta bërë më evident dallimin, është rëndësishme të përmendim gjithashtu se shkeljet e rënda të parashikuara në dispozitën kushtetuese në 115 gjykon në themel nga gjykata kushtetuese, pavarësisht faktit nëse i shkarkuari është i gjykuar apo do gjykohet penalisht ose jo nga gjykata kompetente penale, ndërsa në rastin shkronjës B të neni 62 të ligjit, në çdo rast është gjykata penale ajo që duhet të ketë gjykuar veprën në vendim të formës së prerë. Për këtë arsye është e qartë se shkronja B e ligjit e nenit 62 nuk është dispozit në zbatim të nenit 115 kushtetutës. Nëse vjojmë me te, as shkronja C në përmbajtje të saj nuk reflekton shkeljet e rënda, sepse dispozita parashikon thjesht faktin objektiv të mosparaqitjes në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë, si shkak për shkarkimin e kryetarit bashkisë pa për përfundimin e mandatit të tij. Nga shqyrtimi i dispozitës, del qartë se nuk e kushtozon mosparaqitjen me të provuarin e pajustifikuar, e vullnetshme apo e qëllimshme. Ndryshe nga sa pretendohet, dispozita nuk ka parashikuar asnjë kriter të tillë të kualifikimit mosparaqitjes. Pra mjafton vetëm fakti objektiv i mungesës në detyrë për periudhën e dhënë, pavarësisht arsyes për këtë që vijoi pasoja e shkarkimit. Nëse ligjvënësi do të kishte synuar të trajtonte mungesën e pajustifikuar, atëherë do ta kishte shprehur në mënyrë eksplicite këtë kusht. Do ta kishte shprehur në mënyrë të ngjashme me formulimin që ka përdorur kushtetutë-bërësi në nenin 71 të kustetutës, në cilin ka parashikuar mbarimin e mandatit të deputetit në rastet kur mungon pa arsye mbi 6 muaj rresht në kuvent. Fakt që në ligjin e posaçëm nuk është përdorur një cilësim të tillë për një arsye të përligjur, sepse ligji i qeverisjes vendore nuk ja lejon kryetarit të bashkisë që të mungojë në detyrë mbi afatin 3 muaj edhe kur ai ka arsye objektive për këtë. Ndryshe nga kushtetuta që e lejon deputetin ta mbajë mandatin kur ka arsye për mungesën e tij. Kjo për arsye të faktit se kryetari i bashkisë është organ monokratik me kompetenca ekzekutive. Nëse mungesa e një deputeti apo disa deputetëve nuk e pengon veprimtarinë e kuvendit si organ kolegjial, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për kryetarin e bashkisë. Gjithashtu nga kërkuesi është pretenduar se kjo problematik mund të zgjidhet përmes delegimit të kompetencës në zbatim të shkronjës së të neni 64 të ligjit nr. 139/2015. Theksojmë se kjo dispozit nuk është dispozit autorizuese për delegimin e ndonjë kompetence, por parashikon vetëm emrimin e zëvendës kryetarëve të bashkisë. Ndërkohë që neni 22.3 e kodit procedurore parashikon se delegimi ose zëvendësimi i kompetenca mund të bëhet vetëm nëse parashikohet shprehimish në ligj, ligji parashikon organin së në fund si zëvendësues ku bëhet delegimi ose zëvendësimi. Ky kusht i domosdoshëm i kodit nuk rezulton të përmbushet në ligjin nr. 139/2015. Përveç kësaj, dispozitat e kodit procedurës administrative trajtojnë delegimin e kompetencës si një akt mes cilit si rregull, një ose disa kompetencat organi delegues kalon tek organi delegues, dhe jo gjithë kompetencat e tij. Por edhe në rast se do të kishim një kalim tërësor gjithë kompetencave apo më saktë zëvendësimi, kjo nuk ka kuptim të ndodhë për një periudhë të pakufizuar, për një periudhë të zgjatur pa afat, sikurse është dhe rasti konkret për cilin nuk dihet se kur do të mund të ushtronte sërish funksionin e tij. Delegimi i plot apo zëvendësimi i plot i kompetencave nëse shtrihet pa kufizim në kohë e bën të pakuptim vetë ekzistencën e organit delegues. Në këto kushte rezulton pra se shkronja C e neni 62 është një rast shkarkimi i ndryshëm nga shkelja e rëndë e parashikuar në nenin 115 të kushtetutës dhe nuk varet nga fakti nëse është apo jo justifikuar. Edhe në rast se do të paraqisnim një shembull në rast pamundësie të paraqitjes për arsye shëndetësore, arsye kjo e cila nuk do të ishte as shkelja e rëndë e kushtetutës dhe as nuk do të përbënte mungesë pa justifikuar. Megjithatë, në rast se një gjendje e tillë zgjat për 3 muaj, kjo do të pascjellë shkarkimin e tij. Dhe kjo është një pasojë e cila vjen nga ligji dhe jo nga kushtetuta. E përligjur, pasi organi publik përndryshe do të mbetej në kushtet e mosfunksionimit deri në përfundim të mandatit të tij. Në këtë kuptim, qëllimi parsor i rregullit për shkarkimin pas mungesës 3 mujore është të garantohet vazhdimësia dhe funksionimi i organit publik. Ndryshe nga rregulli i shkarkimit për shkelja të rënda të kushtetutës dhe të ligjeve, ku në fakt del në pa në plan të parë aspekti disiplinor ndëshkues. Një ndër arsyet përse kërkuesi në mënyrë të gabuar kërkon që çështjen e tij
gjykoi gjykata kushtetuese lidhet me faktin se ndërprerja e mandatit të tij është cilësuar si shkarkim dhe ka ndodhur me akt të Këshillit të Ministrave. Në rast se analizojmë në mënyrë sistematike dispozitat ligjore në 61 dhe 62 të ligjit posaçëm, konstatojmë se rastet e shkarkimit sipas 162 janë pjesë e rasteve të mbarimit përpara afatit të mandatit kryetarit. Konkretisht në këtë dispozit, ndër të tjera parashikohet se mandati i kryetarit të bashkisë përfundon përpara afatit në rastet kur kryetari nuk pranon bëj betimin e dorëheqjen e tjerë, si dhe në shkronjën Ç, është parashikuar se shkarkohet sipas 162 të këtij ligji. Pra në them nuk ka rëndësi as fakti se si cilësohet ndërprerja, si përfundim mandati apo si shkarkim, as nëse miratohet një vendim i Këshillit të Ministrave për këtë ose jo. E rëndësishme është që shkaku për cilin kërkuesi nuk mund të jetë më kryetar bashkie buron nga ligji dhe jo nga dispozita kushtetuese. Njësoj siç buron nga ligji dhe rastet e tjera të përfundimit të mandatit të cituara me 161 të tij, të cilët nuk pasqyrojnë asnjë shkelje të rëndë në kuptim të 115 të Kushtetutës. Në këtë kontekst, vendimi i Këshillit të Ministrave ka karakter deklarativ. Theksojmë se ka një diferencë thelbësore në natyrën e vendimarrjes së Këshillit të Ministrave në rastet e 115 të Kushtetutës në krahasim me rastet e shkronjave B dhe C të 162. Në rastet e dispozitës kushtetuese, Këshilli i Ministrave merr një vendim me karakter të mjefillt konstituiv në vijim të një procesi hetimor administrativ për vërtetimin e shkeljes, duke ndjekur procesin e rregullt ligjor, ashtu siç e kërkon dhe vetë jurisprudenca e gjykatës kushtetuese. Ndërsa në rastet e shkronjave B dhe C të 162 nuk kemi të bëjmë as pak me një hetim administrativ, sepse mjafton të evidentohet njëri nga dy faktet flagrante, të ketë një vendim penal të formës së prerë, që e dënon ose të ketë munduar në detyrë për 3 muaj. Këto dy raste tregojnë për situata evidente që nuk kërkojnë as hetim administrativ të mirëfillt, por vetëm konstatim të faktit haftazit të dukshëm. Këshilli i Ministrave thjesht shpall shkarkimin e kryetarit të bashkisë, pasi Këshilli Bashkiak ka konstatuar se ai ka munguar në detyrë për 3 muaj. Përsa është pretenduar interpretimi pajtues që është përpjekur të bëjë kërkuesi për ta përfshirë rastin e shkronjës C të 162 të ligjit brenda rasteve të shkeljes së rëndë, të 115 Kushtetutës nuk qëndrojnë pasi siç e argumentuam dispozitat trajtojnë çështje të ndryshme. Shkeljet e rënda të parashikuara në dispozitën kushtetuese nuk janë i vetmi shkak për cilin kryetari i bashkisë mund të shkarkohet apo t'i përfundojë mandati. Rastet e tjera të shkarkimit përcaktohen në ligj dhe kushtetuta nuk i ndalon ato. Përkundrazi, këto raste kanë përligje të arsyeshme dhe janë të nevojshme. Shkaku i mungesës 3 mujore në detyrë pas sjell shkarkimin pavarësisht arsyes së mungesës. Mjafton vetëm fakti objektiv i mosparaqitjes në detyrë. Rregulli i shkarkimit për mungesë 3 mujore ka si qëllim parësor garantimin e vazhdimësisë së funksionimit të institucionit. Në thelb, papajtueshmëria ose jo e vendimit të Këshillit të Ministrave në këtë raste ka të bëjë vetëm me ligjin e posaçëm dhe jo me Kushtetutën, çka do të thotë se kemi të bëjmë me çështje kontrolli të ligjshmërisë së aktit dhe jo të kushtetueshmërisë së tij. Përpasoj edhe në subjekti i shkarkuar nga vendimi i Këshillit të Ministrave synon të ushtrojë të drejtën e tij për të kundërshtuar vendimin e Këshillit të Ministrave të dalë në zbatim të dispozitës ligjore, duhet i drejtohet gjykatave të jurisdiksionit të zakonshëm dhe jo gjykatës kushtetuese, pasi ajo nuk ka kompetencë për këtë çështje. Në vlerësimin tonë, kërkesa qëndron jashtë sferës së 115 të Kushtetutës dhe kërkojmë që gjykata të shpallë mos kompetencën për këtë çështje. Në kushtet kur i mungon kompetenca për çështjen, rrjedhimisht gjykata nuk mund ta gjykojë me jurisdiksion fillestare pretendimet në kërkesë të cilat lidhen me cënimin e së drejtës për një proces të rregullt ligjor. Megjithatë, në lidhje me pretendimet e ngritura nga kërkuesi për themelin e çështjes, ne i qëndrojmë, Këshilli i Ministrave qëndron të njëjtave argumenta të ngritura në lidhje me kompetencën dhe në mënyrë përmbledhur sqarojmë mbi themelin e pretendimeve lidhur me pretendimin për cënimin e procesit të rregullt ligjor dhe pabazueshmërinë e shkarkimit. Praktikisht sqarojmë se në parim konstatimi i plotësimit të kushtet të mungesës 3 mujore është detyrë dhe përgjegjësi e Këshillit Bashkiak, si organi që propozon shkarkimin. Ky lloj konstatimi në vlerësimin tonë kufizohet në evidentimin e një fakti flagrant, i cili është evident në prima faze dhe nuk kërkon një hetim administrativ të thelluar, sikurse e kemi argumentuar. Kjo lidhet me faktin se shkaku i nevojshëm dhe i mjaftueshëm i shkarkimit është vetëm mosprezenca si fakt objektiv, pavarësisht arsyeve që mund ta kenë sjellë atë.
Këshilli i Ministrave me vendimin e tij deklaron shkarkimin e kryetarit duke u bazuar në konstatimin e kryer për Këshillit Bashkiak dhe propozimin e paraqitur prej tij. Nga ana tjetër, në rastin konkret objekt gjykimi, mund shtojmë dhe faktin se mungesa e kërkuesit në detyrë për një periudhë për te afatit tërmujor është një fakt edhe i njohur botorisht, për shkak të mendjes që rasti ka marrë në mjetet e komunikimit masiv. Sa i takon pretendimeve lidhur me cënimin e së drejtës për të dëgjuar dhe mbrojtur, ashtu siç edhe kërkuesi ka pohuar edhe në kërkesën nga parashtrimet e paraqitura, rezulton se ka patur dieni për nismën për shkarkimin e tij. Informacion i cili është bërë me dije dhe konfirmuar me shkresën e datës 22/9/2025 të Këshillit Bashkiak. Në nenin 57 të ligjit të posaçëm rezulton se detyrat e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit Bashkiak, ndër të tjera, përfshin mbajtjen e dokumentave zyrtare të Këshillit, njoftimin për zhvillimin e mbledhjeve të Këshillit, shpalljen dhe publikimin e njoftimeve të akteve të nxjerrura nga Këshilli Bashkiak e tjerë. Referuar kësaj dispozite, pretendimet e kërkuesit se njoftimi i sekretarit nuk ka asnjë vlerë juridike është i pabazuar, pasi ligji e ka ngarkuar pikërisht me detyra që kanë të bëjnë me mbajtjen e dokumentacionit dhe kryen e njoftimeve për zhvillimin e mbledhjeve. Gjithashtu, sa i përket pretendimeve se nuk është njohur me shkaqet apo me provat, gjithashtu vetë kërkuesi është i paqartë se cila provë do donte të vijë në dispozicion për treguar faktin e mosprezencës në detyrë për mbi 3 muaj. Në të njëjtën shkresë të datës 22/9, sekretari i Këshillit Bashkiak i ka informuar gjithashtu kërkuesin në rast pamundësie për qenë prezent në mbledhjen që do të zhvillohej për nismën e propozimit të shkarkimit të tij, ai do të mund paraqiste sidoqoftë observacionet me shkrim në mënyrë që do të administroheshin dhe të bëheshin me dije në ato mbledhje. Në këto kushte nuk mundet që të zhvendoset bara për pamundësinë e kërkuesit për qenë prezent në mbledhje mbi Këshillin Bashkiak. Kjo për shkakun se pamundësia e tij as nuk është shkaktuar nga ky organ dhe as nuk është në kompetencën e tij që të marrë masa për të mundësuar prezencën e kërkuesit. Kërkuesi është gjendur në pamundësi për shkak të vendimarrjes organeve të procedimit penal dhe gjykatës përkatëse, të cilët kanë vlerësuar me masën e sigurimit personal përkatëse. Ky fakt është përtej kompetencave dhe pushtetit të Këshillit Bashkiak dhe të Këshillit Ministrave, të cilët nuk kanë asnjë mundësi ligjore të kërkojnë organet proceduese lejën kërkuesin të paraqitej në këtë seancë. Vlerësojmë se në raport ndërmjet pamundësisë së kërkuesit për qenë prezent në seancë, theksojmë edhe një herë atë prevalimin e detyrimit kushtetues dhe interesit publik për të patur një kryetar bashkie efektiv për Tiranën. Sa i takon pretendimeve për shkak të cënimit të procesit të rregullt për shkak të urgjencës, edhe lidhur me këtë pretendim, nga ana e kërkuesit nuk është identifikuar asnjë afat konkret e dispozit ligjore e shkelur, e cila do të sillte pavlefshmërinë e akteve. Sa përket afateve për organizimin e mbledhjes dhe përfshirjen e projektaktit në rendin e ditës sipas ligjit 90/2003 dhe rregullores së Këshillit Ministrave, theksojmë se ato janë norma me karakter organizativ administrativ, të cilat shërbejnë për organizimin e punës së Këshillit Ministrave dhe të aparatit organizativ në varësi të tij. Të vetmet shkaqe procedurale lidhura me mbledhjen e Këshillit Ministrave që hipotetikisht do të sjellnin pavlefshmërinë e aktit miratuar kanë bënë me shkeljen e rregullit mbi kvorumin e pjesëmarrjes dhe me shkeljen e rregullit miratimit të aktit me shumicën e votave të anëtarëve të Këshillit të Ministrave, kriteret të cilat në rastin konkret rezultojnë të respektuara. Sa i takon pretendimeve për cënimin e së drejtës për një shqyrtim të thellë dhe efektiv, përveç sa kemi argumentuar lidhur me kompetencën e gjykatës, mungesa tërmujore nuk karakterizohet si shkelje e rëndë, nuk është në kuadrin e 115 të kushtetutës dhe shkarkimi për këtë shkak nuk varet nga fakti nëse mungesa është justifikuar apo jo. Për sa u përket pasojave të mungesës së tij mbi 3 mujore, theksojmë se mungesa cënon funksionalitetin e organit publik. Sa i takon pretendimeve të tjera të kërkuesit lidhur me cënimin e parimit të barazisë të kontradiktoritetit, rezulton se kërkuesit i është dhënë mundësia të paraqesë me shkrim shpjegimet dhe kundërshtimet e tij, nuk është penguar nga ana e Këshillit Ministrave apo nga Këshilli Bashkiak për të marrë pjesë personalisht në seancë dhe nuk është përgjegjësia e këtyre organeve mosparnia e tij. Në lidhje me pretendimet për cënimin e parimit të prezumimit të pavejësisë, kërkuesi përpiqet që ta asociojë drejt për drejt shkakun e shkarkimit të tij me faktin se është në procedim gjykim penal në mënyrë që të mund të ngrejë dhe argumentin e shkeljes të parimit të prezumimit të pavejësisë, duke pretenduar se Këshilli Bashkiak dhe Këshilli Ministrave kanë paragjykuar përfundimin e procesit gjyqësor,
ku ai është palë. Ndërkohë, siç edhe kemi argumentuar në mënyrë të përsëritur, ai është kërkuar sepse nuk ka qenë prezant në detyrë, pasojë të cilën e dikton nimi 62 shkronja C e ligjit, pavarësisht se nga buronte pamundësia e tij për të qenë prezant në detyrë. Sa i takon pretendimeve në lidhje me cënimin e autonomisë vendore, shtetit së drejtës dhe hierarkisë të normave, edhe këto pretendime kërkuesi i ka mbështetur në interpretimin e tij të gabuar se neni 62 shkronja C e ligjit posaçëm reflekton një rast të shkeljes së rënd të parashikuar nga dispozita kushtetuese dhe se për këtë shkarkim është e nevojshme që mungesa e themelorit të jetë e pajustifikuar edhe në argumentin se delegimi i kompetencës ka zgjedhur problematikën e mungesës së kryetarit. Lidhur me këto, i qëndrojmë të njëjtave argumenta të dhëna në lidhje me kompetencën, siç edhe e kemi argumentuar në mënyrë të përsëritur, mungesa 3 mujore nuk është shkelje rënd dhe nuk ka të bëjë me nenin 115 kushtetutës, si dhe delegimi i kompetencës nuk zgjidh problemin e lindur e paraqitur në këtë rast. Në përfundim, duke vlerësuar se vendimi i Këshillit të Ministrave është një akt i lishëm, si i tillë duhet lihet në fuqi dhe dekreti i presidentit si akt i dalë në rrjedhim të këtij vendimi. Mirë, faleminderit. Ftojmë përfaqësuesin e Presidentit të Republikës. Faleminderit, nderuar kryetaret, nderuar gjyqtar.